Dasma shqiptare 2017 paraqet. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë që po ju flas, jetoj në fshat, në një shtëpi të thjesht me një obor të madh, vetëm me nënën time. Jam 27 vjeç, e gjatë gjithë ditës merrem me punë të ndryshme, herë në ara, herë duke ndrequr gardhet apo duke rregulluar mjetet bujqësore rreth shtëpisë. Këtu në fshat njerëzit i kanë ditët e ngjashme me njëra tjetrën, e për mua ditët ishin thjesht punë lodhje deri në darkë. Nëna ime kishte rrethin e saj të shoqeve, që vinin e shkonin për kafe dhe për të bërë muhabete. Ndërto, njëra me binte në sy më shumë. Ajo ishte një grua 49 vjeçe nga fshati ngjitur. Ishte një grua zonjë, ishte gjithmonë e rregulluar dhe me një paraqitje të kuruar, edhe kur vinte, thjesht për një vizitë e zakonshme tek ne. Ajo vinte pothuajse çdo ditë tek shtëpia jonë. Fshati i saj nuk ishte shumë larg nga yni, por prap rruga donte pak kohë nëse e bëje në këmbë. Për shkak të rrugës, ajo kishte bërë zakon të vinte gjithmonë me një biçikletë vjetër. E lidhte biçikletën tek porta jone e jashtme dhe hynte në obor dhe ulej në verandë me nënën time. Ato të dyja rrinin me orë të tëra, pinin kafe, bënin bisedat e tyre për fshatin, për njerëzit e për të mbjellat e për motin. Unë zakonisht i përshëndesja me edukat kur hyja e dilja nga shtëpia dhe vazhdoja punët e mia, e nuk kisha ndonjë arsye të rrija me to. Gjithmonë shihja punën time, por me kalimin e kohëve, ajo biçikleta e saj e vjetër ishte bërë një lloj sebepi i përditshëm për mua. Thuajse një herë në 2 ditë i dilte një problem i ri. Një ditë i binte zinxhiri sapo arrinte tek porta jonë, e një ditë tjetër i shfryhej goma e parë, e pastaj ankohej se i liroheshin frenat. Sa herë që ndodhte diçka e tillë, ajo dilte tek dera e verandës dhe më thërriste mua. O djalë, ma shiko pak atë zinxhirin se me la në rrugë, më thoshte ajo. Unë lija punën që po bëja, merrja çantën me çelsat e mi të punës dhe shkoja t'i jepja një dorë biçikletës. Për mua ishte një gjë e vogël, pak minuta punë, sa për t'i bërë një nder shoqes e mamas. Gjatë këtyre momenteve, kur unë isha me kokën poshtë, duke shtrënguar butonat apo duke ngritur zinxhirin e biçikletës me duart me vaj, ajo vinte dhe ulej aty pranë meje. Nëna ime qëndronte brenda duke përgatitur ndonjë gjë apo duke shpërlar gotat, ndërsa ajo rrinte e më bënte mua muhabet. Ajo më pyeste për punët e ditës, për planet e mia, e nëse dilja në qytet në fundjavë apo kisha ndërmend të ikja jashtë shtetit për punë. Unë i ktheja përgjigje shumë të shkurtra, i tregoja që nuk isha shumë kohë të lirë. I tregoja që nëse është kismet do të fejohem e të gjej ndonjë vajzë, sepse kështu nuk shtyhej dita. Asaj i ndëronte fytyra kur i thoja kështu, por prap se prap fliste jashtëzakonisht lirshëm, e ndonjëherë bënte edhe ndonjë shaka dhe qeshte pa vrarë mendjen. Më thoshte vazhdimisht që isha djali i punës, që kisha duar të arta dhe që çdo grua do të ishte me fat të kishte dikë si unë në shtëpi. E shpeshherë, kur ajo më lëvdonte para nënës, unë thjesht ulja kokën dhe shtrëngoja ndonjë vid që nuk ishte nevojë të shtrëngohej. Ndonjëherë edhe e kuptoja që arsyet që ajo gjente për t'u afruar ishin qesharake. Ajo më pyeste si përdorer një lloj çelsi apo si e kisha mësuar të ndreqja gjëra, pyetje që një grua moshës së saj dhe e rritur në fshat me siguri i dinte vetë. Unë isha një djalë 27 vjeç, i pjekur dhe nuk isha budalla. E shihja që vëmendja e saj ishte e pazakontë dhe kishte filluar të më afrohej shumë. Her pas here pyesja veten pse nuk e çonte biçikletën tek ndonjë usta profesionist në fshatin e saj, mund ta rregullonte një herë mirë dhe nuk do të kishte më nevojë të ankohej çdo ditë. Por nuk ja thash kur këtë gjë me zërin tim të lartë, me duke i munges respekti, ta ktheja mbrapsht apo t'i prishja qefin. Javën e kaluar, dita nisi tërësisht ndryshe nga ditët e tjera.
nëna ime më tha që në mëngjes heret se do të shkonte tek tezja ime në qytet dhe do të kthehej vonë pasdite. Mori autobusin e parë të fshatit dhe iku. Unë kisha planifikuar një ditë pune rreth shtëpisë. Doja të pastroja anën e djathtë të oborrit dhe të rregulloja ca rafta derrase brenda në magazin. Dita ishte mjaft e nxehtë që në fillim. U futa në magazin, hapa dyert e gjëra që të hynte ajri dhe nisa të sistemoja veglat dhe hekurat e vjetër që kisha. Kisha qenë aty duke punuar rreth 2 orë pa ndërprerje, kur dëgjova zhurmën karakteristike të portës sonë të jashtme dhe biçikletën e saj tek sandalej. Dola nga magazina e pash atë, po futej brenda duke shtyr biçikletën e saj të vjetër për dore. Unë e dija shumë mirë që ajo e dinte që nëna ime nuk ishte në shtëpi. Nëna ime nuk mbante asnjë të fshehtë nga shoqja e saj dhe i tregonte gjithçka, e sidomos kur bëhej fjalë për lëvizjet apo udhëtimet e saj në qytet. Për këtë arsye, unë e kisha të qartë që ardhja e saj sot nuk ishte thjesht një rastësi apo një vizitë pa menduar. Vazhdova eca drejt asaj të porta. Ajo e mbështeti biçikletën ngadalë pas murit të jashtëm të shtëpisë dhe po pastronte duart nga pluhuri i rrugës. Nëna nuk është këtu, i thash drejt për drejt, pa zgjatur me përshëndetje. I thash ka shkuar në qytet që heret. E di, më tha ajo, pa u shqetësuar fare. E pash në mëngjes tek stacioni i autobusit kur po nisej. E po pse erdha atëherë? E pyeta i habitur nga qetësia e saj. Erdha për këtë drejt biçiklete, më tha ajo, me la përsëri në mes të rrugës sot. I kanë ikur frenat fare. Nuk e mbaja dot as në malore dhe as në të tapjete. Kam ecur s'di sa kohë me të përdore. Ajo nuk dukej as pak e shqetësuar që nëna nuk ishte aty për ta pritur. Ajo doli në verandë, tërhoqi njërin nga karriget ku ulej zakonisht, e mori karrigen dhe vendosi në atë pozicionin që të më shihte mirë dhe ul aty. Unë shkova tek magazina, mora 2 çelësa për të rregulluar frenat dhe u ktheva tek biçikleta e saj. U ula aty tërësisht në pluhur dhe fillova të kontrolloja telat. Teli më të vërtet ishte i liruar pak, kjo ishte e vërtet, por nuk ishte një problem aq i madh sa që ta linte në rrugë biçikleta, sidoqoftë unë nuk fola. Nisa të punoja dhe të shtrëngoja telin me çelës, ndërkohë ajo rrinte ulur në karrige aty pranë meje dhe nuk fliste fare. Kjo heshtje për te ishte e çuditshme, siç e thash, ajo kishte gjithmonë diçka për të thënë. Atë ditë po rrinte thjesht duke parë duart e mia që punonin me biçikletën, e puna ime mbaroi shpejt mbase për 5 minuta. Tani ma bëj një kafe, tha ajo pa pritur nga veranda. Unë ngrita në këmbë nga toka, i fshiva duart me një ropë të vjetër dhe i thash, nuk jam i zoti unë për kafe, i thash troç dhe i vendosur. Unë i pi kafet e mia poshtë në lokal, nuk di të përdor as xhezvën për kafe e as që ta pjeki. Po provoje një herë, më tha ajo, dhe buzëqesh i lehtë. Bëje kafen, pastaj dil e rregullo biçikletën. Jam lodhur shumë sot nga rruga dhe dua vetëm një kafe, më tha ajo. I thash biçikletën e kam përfunduar, por po provoj. Nuk kisha asnjë zgjidhje tjetër të arsyeshme. Ne në fshat nuk jemi mësuar t'u themi jo mysafirëve, edhe kur ata kërkojnë diçka të papritur. Me dukej një situatë pa kuptimt, por thjesht zbatova kërkesën. I lash çelsat aty tek pedali i biçikletës dhe hyra brenda në shtëpi. U drejtova direkt për në kuzhinën tonë. Kuzhina e shtëpisë sonë është mjaft e vogël dhe i ka orëndite vjetra. E hapa dollapin ku nëna ime mbante gjithmonë sendet e kafes, e gjeta xhezën e bakrit, gjeza kavanozin e mbushur me sheqer dhe një kuti me kafe të bluar. E përgatita dhe ndeza zjarrin elektrik dhe aty ngela në vend, nuk e dija fare sa luk kafe e as sa sheqer t'i hidhja. Thjesht po prisja që të zjente ujë i kot,
E ndërsa unë po mendoja, ati hidhja 1 apo 2 lugë kafe pluhur, dëgjova hapat e saj të lehtë. Ajo kishte hyrë brenda në shtëpi. Korridori ynë ishte i shkurtër dhe i shtruar me derrasa dhe çdo hap dëgjohej qartë nga derrasat e dyshemes. Në fakt ajo nuk kishte asnjë arsye pse të futej brenda. Veranda ishte jashtë mjaft e gjerë, plotësisht në hije dhe aty ishte shumë e freskët se sa këtu në kuzhinë ku isha unë. Megjithatë ajo hyri brenda pa e menduar dhe erdhi direkt te dera e hapur e kuzhinës, e unë u ktheva menjëherë nga ajo. Ajo erdhi dhe ofrua fare pranë banakut tim. Çfarë po bën, me pyeti. E zëri saj tashmë ishte sikur po fliste që mos ta dëgjonte askush. Unë të thash edhe jashtë që nuk di të bëj nga këto gjëra, i thash unë, nuk e di as sa sheqer do. Ajo bëri edhe 2 hapat e tjerë dhe me doli tërësisht përpara, ndërsa unë akoma mbaja lugën e vogël në dorë. Lere fare, me tha ajo. E ula lugën direkt mbi banakun dhe me dorën tjetër fika sobën. E kuptova menjëherë që gjithë historia e kafes kishte qenë vetëm një fjalë goje sa për të më futur në shtëpi. Eja këtu një herë, me tha ajo po me të njëjtin zë. Ajo ngriti krahet, mu hodh drejtën e qafë dhe me puthi direkt në buzë. E ishte gjëja më e papritur dhe më e shpejt që kisha parë ndonjëherë, por unë nuk kisha pse të hezitoja me pas gjithë asaj kohe që e kisha vërejtur dëshirën e saj. E pash që s'kishte me kuptim të ktheja mbrapa, fillova ta puthja dhe unë, dhe me duart e mia e shtengova fort pas shpine dhe përqafoheshim duke u puthur. E kapa dhe hodha mbi banakun e kuzhinës, ndërsa fillova ta puthja edhe tek buzët, edhe tek gusha dhe fillova të puthja fytin e saj. Ajo kishte buzët tek veshi im. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.